Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Leadership, një emision në partneritet me Institutin e Leadershipit. Për këtë arsye të ftuar në studio kam, sikurse çdo të thënë dhe të ende, doktor Erion Bicirin, pedagog i Leadershipit. Profesor, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Po nis me lajmin kryesor ditës, po përshkallëzohet dhuna tek parku i liçenit. Protesta e sotme përfundoi me dhunë duke përfshirë në mënyrë direkte dhe indirekte të gjithë klasën politike në vend. Kush ka drejt? Bashkia dhe qeveria apo shoqëria civile dhe opozita? Unë në rolin e gjykatësi. Nuk dua ta marri pozicion të tillë, nuk jam gjykatës. Megjithatë, ajo që duhet të thënë është se Tirana nuk qeveriset dhe nuk duhet qeveriset përmes dhunës, përmes manipulimit, përmes politikës faktit kryer, por me qenë se fati e desh ose vota e qytetarëve e desh që të vi një djalë i ri, ndoshta nga më të rritë në historitë e Europës. Ne mendonim dhe besonim se do vinte dikush me një mendje të re, po nga herë mund të ndodhi që njerëz me moshë të re mund të vinë me një mendje të vjetër. Tirana nuk mund dhe nuk duhet të qeveriset përmes dhunës. Nuk mund ta gjesh një konflikt tillë midis kryebashkiakut nga i krah dhe policisë, qoftë kjo bashkiake apo e rendit, që në një moment caktuar në vendin tonë merr ngjyra politike, edhe protestuesve të shoqërisë civile. Çfarë do të bëjë bashkia? Duhet të tërhiqet nga projektet për komunitetin? Çështja në momentin që gjithnjë më shumë njerëz ngrihen për një çështje të caktuar, bashkia duhet të reflektojë. Bashkia i ka të gjitha mekanizmat, e ka të gjithë pushtetin e mundshëm, ka të gjithë kohën e nevojshme që projekte të tilla mund t'i bëjë sot, por mund t'i bëjë edhe mas një viti, 2 dhe 3 vjetësh. Por çfarë ndodh në Tiranë? Çfarë ndodh? Ne kemi një krizë besimi. Ne nuk e besojmë më institucionin e Bashkisë së Tiranës. Kjo është një ndër elementet më të rëndësishme. Ne kush ne, sepse ne qytetarët, kanë 10 ditë qytetarët që protestojnë atje shoqëria civile, por u bë dhunshme kur sot shkoi opozita atje. Jo, dhuna ka qenë dhe ditë më përpara, ku në mes të natës janë dhunuar përfaqësuesit e shoqërisë civile. Ndërsa dhunimin e tyre flagrant në sytë e mediave ne e pam para disa javësh. Tirana është një qytet i dhunuar. U vendosi në një moment caktuar të bëhej kryeqyteti i vendit dhe ishte vendi më i bukur dhe më i mirë i mundshëm për të ndërtuar një kryeqytet modern, një metropol, që do të ishte një ndër qendrat më të mëdha, jo vetëm ballkanike, por e respektuar në mbar Europën. Nga numri i banorëve? Jo, sot që flasim nga numri i banorëve është ai metropoli që u ideua dhe atëherë. Po përsa i përket infrastrukturës pastaj, hajde ta diskutojmë. Nuk flitet në çështjen e sasisë, por flitet në mënyrën se si është ndërtuar qyteti. Dhe ky qytet në vitet 20-30 filloi të ndërtohej me shtëpi të ulta, me vila, sistem vilash me kuadrat dhe një pasuri të tillë e kemi akoma e sot e kësaj dite në mes të bllokut, ku është përqendruar të gjithë kjo, njëherë në një moment të caktuar u përqendrua elita administrative e zogut, pastaj në mënyrë të dhunshme elita nomenklatura komuniste, dhe pasaj tani pasanikët edhe politikanët e post-komunistët të tranzicionit. Me fjalë tjera, ajo bëdon ishte etaloni se si mund të zhvillohej Tirana përmes gjelbrimit dhe përmes vilave. Ky ishte koncept bazik, një traditë shumë e mirë që mund të zhvillohej, por nuk e zhvilluar në një formë tillë. Dhe Tirana në këto 25 vjet mund të konsiderohet, sikurse ka dhëna në 2010 nga Agjencia Europiane e Mjedisit, qyteti më i betonizuar, ndër më të betonizuar, 2 ndër më të betonizuarit. Në kampion Evropë keni cilësuar në një emision tjetër për betonizimin. Për sa i përket betonizimit. Kështu që kryetari i ri i Bashkisë Tiranës duhet të arrijë në një moment caktuar të kuptojë që ka marrë një institucion i cili ka një trashëgimi të caktuar, ka dhe një imazh publik të rënduar. Ne sot po themi kemi trashëgojmë një qytet thuajse të pabanueshëm. Sepse e morën në vitet 90, një kryeqytet që ndoshta nuk shquhej për arkitekturë, se komunistët nuk shkonin mbas estetikës,
por edhe arkitekturën e përdornin si një element kazerme për të ruajtur një lloj presioni mbi popullsinë, edhe ndërtuan në çdo sipërfaqe që e gjetën gjelbëruar, midis pallateve, në lulishte, kështu që ne e jetojmë, si me thënë, një trashëgimi të tillë. Nisën kemi pamje qytetarët e Tiranës dhe shoqëria civile janë në të drejtën e tyre për ta kundërshtuar këtë lloj projekti. Parku i Liçenit. Parku i Liçenit nga 250. Protestat janë nxitur më shumë pikërisht kur betonierët njëra pas tjetrës filluan të hynin atë park dhe të hidhnin beton. Parku i Liçenit nga 250 hektar, thuhet që 1/3 aty rreth 80 hektar janë zaptuar në gjatë tyre 25 vjetëve. Dhe janë kthyer në biznese, janë kthyer në pallate. Me fjalë tjera, këtu do të ishte puna e kryetarit të ri të bashkisë, që t'i kthente parkun, me që e kanë qeva dhe filozofinë e identitetit, ta kthente parkun në identitet dhe mos vinte me investime të tjera. Sikurse në momentin që gradualisht, vit mas viti, do rritej besimi që ky kryetar bashkie nuk ishte njeri i betonit, por ishte njeri i estetikës, i hapësirave, atëherë në një moment të dytë mund të vinte edhe me një projekt të tillë. Nuk është fundi botës projekti në fjalë, por që duke parë se çka ka ndodhur me Tiranën, kjo është një strategji e njohur. Janë marifete të elitës. Se konsideroni me marifete? Marifete, po, atë që të thashëm përpara. Ka projekte tjera në gjykimin tuaj pas... Duke e lidhur gjithmonë me besimin dhe me perceptimin publik. Në qoftë se mbani mend, në datën 21 qershor u bën zgjedhje 2015 u bën zgjedhje për Bashkinë e Tiranës. Kur zotëria Kryebashkiaku i Tiranës fitoi zgjedhjet, apo jo? Dhe brenda 10 ditëve të para, pa u mbyllur ende qershori, pa u vënë ende vula e fituesit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dolën disa plane, apo jo, nuk e di e mbani mend. Ajo hyrja e famshme tek Parku i Liçenit, diku tjetër, një ndërtesë tjetër, dhe me idenë e hyrjes së Liçenit u morën dhe u nxorën disa projekte të çuditshme që kishin bënin me betonizimin. Me fjalë tjera, këta e dinë fare mirë që Tirana dhe toka e saj është një tokë e vlefshme. Është një tokë e vlefshme për ndërtime, është një tokë e vlefshme për shitje, është një tokë e vlefshme për nxjerr përfitime të jashtëzakonshme. Dhe nga kjo pikpamje, kjo mafia e ndërtimit, bashkë me vegla dhe tyre... Mos po e zgjerojmë shumë, profesor, dikur që dëgjon tani nga qytetarët thotë, po mirë, këto mund të qëndrojnë akuzat tuaja nisur edhe nga e shkuara, por pse mos të mendojmë që është thjesht një park lojrash për fëmijët ku do të argëtohen këta të fundit? Por nëse sa e morën zgjedhjet, nxorën disa godinat e Parkut Liçenit, të bën të mendosh që në një moment caktuar këta ja kanë vënë syrin Parkut Liçenit. Dhe duke para ato të dhëna, unë po flas lidhur me fakte. Dhe pastaj po bëj parashikime mbi të ardhmen. Nëse këta kanë marrë 35% Parkut Liçenit në këto 25 vjet. Po këta djemi kanë marrë, si kanë marrë unë. 80 hektar i kanë hyrë Parkut Liçenit gjatë kësaj periudhe. Është i fakt kjo, nuk është një opinion. Është fakt. 80 hektar, 1/3 e parkut e kanë zhvatur gjatë tyre 25 vjetëve. Në 10 ditë e para që marrin pushtetin, vinë me ca projekte të çuditshme për betonizimin e parkut. Tani vinë me një tjetër projekt që i ka acaruar shumë qytetarë. Qyteti i Tiranës është një qytet i dhunuar, një qytet i ndërtuar pa shpirt, një qytet në cilë ka nxjerrë përfitime të jashtëzakonshme në kurriz të standardit të jetës të qytetarëve shqiptar. Ky është një realitet, Alen, dhe kryetari i Bashkisë Tiranës nuk do të vinte këtë radhë përmes dhunës, përmes manipulimit, përmes propagandës, përmes forcave të rendit, kudo në botë ndalohet një projekt që ka një lloj Po përse shoqëria civile nuk po e mundson dot ndalimin e betonizimit të parkut? Sepse shoqëria civile në vendin tonë nuk është një shoqëri civile aq e fuqishme. Dhe pse nuk bëhet aq e fuqishme, këtu janë shkaqe që kanë të bëjnë pak a shumë me kulturën tonë, po kanë të bëjnë me faktin që është një vend i vogël, që pushteti politik kontrollon gjithçka, që pushteti politik kontrollon mediat, që pushteti politik kontrollon universitetet, që pushteti politik kontrollon elitën e vendit, e kontrollon sepse është punëdhënësi më i madh në vend dhe gjithçka vërtitet nga pushteti politik. Në vende të tjera ku kemi më shumë aktor, ku është menduar në një moment caktuar të kemi kontrollin dhe ballancimin e pushteteve, kuptohet që njerëzit janë me kurajon.
Në qoftë se mban mend, në fillimet e saj qeveri goditi me taksën progresive intelektuale të vendit. Ata që marrin disa lek më shumë, jo shumë më shumë, por një para domethënë që vetëm për të mbajtur familjen e tyre në mënyrë disi më dinjitoze. Me fjalë tjera, Më pas profesionet e lira. po prandaj të gjitha këto tani i bën njerëzit friksuar në kuadrin e asaj që ky shtet në 100 vitet e para të veta ka qenë një shtet represiv, që mendjet e ndritura i ka çuar në burgim, i ka pushkatuar dhe në rastin e fundit kemi të bëjmë me një sulm pikërisht tek buka e gojës. Dhe nga kjo pikpamje njerëzit janë më të friksuar dhe prandaj ndodh që vetëm disa qytetarë dhe për të gjithë respektin dhe nderimin e tyre shkojnë atje dhe bëjnë një opozit në mes të natës dhe para 3 ditësh ishin dhunuar për turpin e autoriteteve edhe të policisë. Kryebashkiaku i Tiranës duhet ndaloj projektin, ta ngri projektin. Nuk them që të merret dhe të largohet tërësisht, meqense e ka me qejf të madh. Por jo me politikën e faktit të kryer, jo me demonizimin e atyre njerëzve që protestojnë për të gjithë qytetarët e vendit. Janë pak ata, po unë jam ata. Nuk shkojnë ndoshta në protestë, po vije bëj protestën time me që kam këtë mundësi këtu. Janë me 10 qindra mijëra qytetarë të Tiranës që janë me ta. Kush mund të jetë ai qytetar që nuk do gjel primin? Kush mund të jetë ai qytetar? Po të ishin dhe ata atje në protestë, qytetarët do të ishin ndryshe punët. Nuk është çështje shumice këtu. Ata janë zëra të respektuar shoqërisë dhe duhen dëgjuar. Po, unë po i rikthem asaj që deklarova edhe pak më parë dhe thash, sa herë opozita është prezente, gjithmonë ka dhunë protest. Mos është show i opozitës dhe kjo lloj sjellje ka qenë rreth para një jave njëjta gjë shoqëri me media që shkonin në komisariat, deputet Partisë Demokratike, të riqen për disa ditë, shkon prapë një situatë deri edhe kryetari i opozitës, kreu i Partisë Demokratike Zoti Basha ishte sot në komisariat ku shoqëruan ish deputet saj, po edhe përfaqësues dhe mbështetës. Nuk e ndaj dot çështjen e show-ut nga fakti që opozita në Tiranë përfaqëson rreth 35-40% të qytetarëve të Tiranës. Nëse ta kishte seriozisht mund ta bllokonte këtë projekt? Nuk e di se kush janë mekanizmat, unë për vete nuk vi të bëj dhe të dalë krahun opozitës, megjithëse opozita është në të drejtën e saj të protestojë. Sepse përfaqëson një forcë të madhe politike, rreth 35-40% të qytetarëve, nuk e di sa mori, duket se ka marrë 42%, opozitari Kosova, apo jo? Doktor Kosova, nuk jam i sigurt. Nisur nga kjo pikpamje, ata janë në drejtën e tyre. Megjithatë, unë vi dhe diskutoj këtu për ato zërat shoqërisë civile. Jam me ato zërat shoqërisë civile që nuk kanë lidhje me një krah politikës apo një tjetër. Nuk do të ishte keq dhe krahët e politikës në një moment caktuar të refuzojnë një projekt, sepse ata janë qytetarë të Tiranës. Ndoshta do të ishte rasti tu që dhe ajo partia që ka mundësuar ardhin në pushtet të këtij zotërisë të ishte disi më e qartë në lidhje me projektin. Ka nxjerr figura dytësore, por është momenti që të... Më e qartë se çdo status pas proteste i kryeministrit që mbështet kryebashkiakun edhe flasim për LSI-n. Ajo është partia. Mendova se partia e zotit Veliaj. Jo, nuk flas ato, ata janë shumë të qartë me idenë e asaj që duan e kanë qef betonin. Do të thënë ne kemi njohur historinë e këtij njeriu, kryetarit të qeverisë, edhe zëdhënësit ti tani nuk është rasti që edhe kryebashkiaku Veliaj e ka qef betonin. Ata janë, nuk e di tani në ç'pozicion është në pozicion e një qefliu të betonit apo një të ekzekutuesit betonit, këtë nuk arrita. Por ajo çfarë po them, dhe që dua që ky i ri në politikën shqiptare të eci në rrugën e politikanëve perëndimor, është të ndahet nga dhuna, të ndahet nga manipulimi, të ndahet nga propaganda dhe të ndahet nga politika e faktit kryer. Në këtë vend, kushdo që ka përdorur dhunën ka bërë karrierë. Edhe kërkush deri më sot nuk ka paguar për dhunën që ka ushtruar ndaj qytetarëve shqiptar. Megjithatë, kam besimin e plot që e ardhmja nuk do të jetë si e shkuara. Dhe ky njeri është mirë që mos përdori dhunën me qytetarët e pambrojtur të vendit, sikurse e përdori me protestuesit e shoqërisë civile sikurse e përdori me qytetarët autoktonë të Tiranës që u shkatërroi shtëpitë.
ju shkatroj shtëpitë me dëshpërblime qesharake, që nuk i mundëson atyre njerëzve që në të njëjtin vend të kishin mundësi të gjejnë një stre për veten dhe familjen e tyre. Nuk qeveriset Tirana në një formë tillë dhe nuk duhet. Pavarësisht se këta njerëz mendojnë në moment caktuar që kanë marrë votat. Votat ende vazhdojnë të jenë vota politike, vazhdojnë të jenë të vota grupe të caktuara, por të drejtat e njeriu, të drejtat e individit, të drejtat e qytetarëve të shoqërisë civile, pavarësisht se nuk janë shumë numër, kjo është tani sensi i politikës bashkëkohore dhe perëndimore, ku me më të doptin të tregohesh i ndjeshëm, të tregohesh i dashur, jo sepse njerëzit nuk kanë mbrojtje, nuk kanë forcë për të kundërshtuar dhe ti shkelesh me këmbë. Kjo nuk është e fundit fare dhe e majta moderne që ne dëshirojmë dhe këta njerëz i kanë marrë votat si e majtë. Kjo është një majtë bolshevike, një majtë që shkel qytetarët, shkel shoqërinë civile edhe ata pronar hallexhi që ju ka ndodhur që të kenë shtëpi, po shtëpi jo, shtëpi 1, 2, 3, 5 vjetëve, por me 10 vjet, ndoshta me qindra në atë pjesë të Tiranës. Pushteti nuk duhet jetë represiv, por duhet fillimisht të ulet me njerëzit dhe t'ju japi atyre atë çfarë realisht takojnë dhe pastaj të kalojnë në vepra të tjera publike. E fundit për këtë çështje, përpara se të kalojmë një çështje tjetër, ju kam pyetur Juri pyes, ju keni shprehni me skepticizëm dhe me një lloj pakënaqësie për mënyrën se si është ndërhyrë dhe ndërtuar në Tiranë gjatë kësaj periudhe, gjatë këtyre viteve. Mund të zhbëhet ajo që është bërë në kryeqytetin shqiptar me një vizion ndryshe? Po, gradualisht, po. Në radhë parë duhet të jetë me shumë kujdes zhvillimi ndërtimi i ri që bëhet në Tiranë. E dyta, kryetari i Bashkisë Tiranës duhet të ketë një vizion për shtrirjen e Tiranës drejt periferive dhe të bëjmë gradualisht në një projekt 20 vjeçar, një çpopullim Tiranës nga qendra drejt periferive, ashtu sikurse janë ndërtuar metropolet europiane. Ndërtimi e zonave rezidenciale. Unë kam parimin tim, ndoshta i ditë mund ta bëjmë në realitet diçka të tillë. Tirana e punës dhe Tirana e fjetjes drejt periferive, ashtu siç është në çdo qendër moderne. Dhe shteti, sidomos e majta, e ka për detyrë diçka të tillë, ndoshta të ndërhyjë dhe për ndërtimin e këtyre zonave rezidenciale me një koeficient caktuar fitimi nga firma të caktuara dhe të ketë mundësi të japi jetë shtresës së mesme. Shtresës së mesme të japi një mundësi që të instalohen në vendin tonë. Si me thënë, vila në periferi që nuk e kalojnë rreth $100.000, nga ku shumë të rinj e të reja, pjesë dinamike e kryeqytetit mund të zhvendoset në periferi. Ky kryebashkiak ka fatin e madh që të qeverisi një Tiranë të madhe me të gjithë fshatrat dhe ka fatin e madh kur filloi të instalojë siç u instalua në një moment caktuar bloku, që nuk ishte pjesë e Tiranës, ishte në periferi të Tiranës, të fillojnë qendra rezidenciale me kuadrate, vilash dhe që të rrethohen me të gjitha komoditetet dhe janë gjëra të tilla kudo në për qendrat ballkanike, por dhe në Shtetet e Bashkuara dhe në Europë, kur të kenë këndë, lojrash dhe të gjitha facilitetet, lehtësitë për të jetuar një familje. Ka mundësi që të ndërtoj grupe vilash nga 2 dhe 4.000 dhe të rrethohen nëpërmes gjelbrimit. Duhet ta ketë një vizion tillë dhe gradualisht të çojë popullsinë drejt periferive dhe qendrat të kthehet për biznes dhe për punë. Dhe këto reforme nuk kanë nevojë për ndërtime të tjera, ndoshta ndërtime të vogla sipas zhvillimit të biznesit, por e lehtëson shumë Tiranën. Jo një Tiranë kaotike siç është ndërtuar në periferitë tani, por një Tiranë e strukturuar dhe jo me çmime marramëndse, por çmime të caktuara dhe ka pasur edhe në Amerikë nga vitet 20-30 politika të tilla pikërisht për të stimuluar shtresën e mesme, e cila është një shtresë dinamike, e fuqishme dhe kjo do të jetë fytyra e Shqipërisë së ardhmes. Zoti Piciri, kur Lulzim Basha u zgjodh kryetari i Bashkisë Tiranës, në 2 vitet e para i propozuar sigurisht nga Partia Demokratike dhe i mbështetur prej saj, në qeverisje ishte Partia Demokratike dhe kryeministri ishte zoti Berisha, sikurse sot, kur kryebashkiaku Veliaj u zgjodh, kryeministër është zoti Rama. Në atë kohë nuk ka patur as kaq shumë protesta dhe as kaq shumë përplasje mes qytetarëve nga njëri krah dhe policisë, qoftë bashkiake, qoftë rendit. Kjo mazhorancë është më
arrogante edhe për shkak të numrave që ka, apo mazhoranca e djeshme në ekip, flas pushtet qendror dhe pushtet vendor, nuk ka punuar sikur se po punon kjo mazhorancë? Arroganca me pushtetin, arroganca dhe pushteti janë dy binome që kanë shkuar bashkë në historinë e shtetit shqiptar. Gjithmonë ata që kanë pasur pushtetin kanë qenë arrogantë dhe represiv. Në një moment caktuar është menduar se dhe mendohet që tregimi i forcës në ushtrimin e pushtetit të jep vota, fillon edhe admirohet. Nuk kemi studime tani lidhur me këtë çështje se si realisht mendojnë qytetarët shqiptar, por duke parë në historinë tonë, liderat ca arrogant dhe represiv gjithmonë ka marrë vota, gjithmonë ka marrë mbështetje dhe kjo është një pikpyetje të madhe. Është pjesë e trashëgimisë tonë. Por nëse duam të ndërtojmë një shoqëri moderne, një shoqëri perëndimore, liderat tanë nuk kam se apelojnë me metoda të tilla, sepse në formë tillë traumatizojnë shoqërinë. Por përmes dialogut, përmes bindjes, edhe përmes faktit që mund të kenë disa koncepte strategjike në momentin që ka një lloj sensibiliteti të lartë qytetarëve në lidhje me disa politika, ka mundësi që të marrësh një kohë të nevojshme për t'ja u shpjeguar njerëzve se çfarë realisht po ndodh. Sikur se e tham në kuadrin e parkut të liçenit, ai po shkon drejt një krize, se dëshiroi diçka të tillë me idenë asaj se paraardhësit teleforme i kanë zgjidhur dhe kanë marrë gjithnjë më shumë vota. Nga që është një djalë i ri, do të tregoj forcë, por e tregon në një mënyrë tillë dhe nuk kthehet në një model, po përkundrazi, stimulon atë që ka qenë gjithmonë. Në një moment që mund të marrë një pauzë, një pushim të vogël, mund t'ja u shpjegoj njerëzve, mund të fillojë të tregoj nëse do të tregoj forcë me ato 80 hektarë që janë zënë në kopshin në liçenin artificial të Tiranës. Dhe në një mënyrë të tillë, me kalimin e viteve, ne realisht do ta besojmë që ky është njeriu i gjelbërimit, kush nuk e do gjelbërimin, kush nuk e do një qytet mirë. Kështu që ka mundësi që për disa muaj, e ndoshta 1-2 vjet të tregoj realisht që është njeriu i dur për Tiranën. Ky akoma është në provë dhe ka filluar të demonstrojë pikërisht në rrugën e paraardhësve, gjë që nuk i shërben qytetit. Kthimi i besimit tek institucionet dhe pasja e një vizioni. Dy gjëra janë kryesore në punën e këtij njeriu. Atë që tham, hapjen e Tiranës drejt periferive, po një hapje e organizuar, sikurse elementi i dytë ka të bëjë me investimet e huaja. Ky kryebashkiak, sikurse shumë të tjerë para tij, kanë qenë më të dobtit dhe qeveritar në thithjen e investimeve të huaja për Tiranën. Investimet huaja, punësim dhe zhvillim, këta nuk e kanë as mendje të tillë, po vetëm marrin ca para, edhe duan të bëjnë një gjë të vogël dhe me këtë të rizgjidhen. Tirana nuk ka nevojë për një kryebashkiak që rizgjidhet disa herë. Kemi provuar diçka të tillë. Tirana ka nevojë për njerëz me vizion, që do ta kthejnë këtë nga një qytet i rëndom të lindor në një metropolë europiane, në një qytet që njerëzit do kenë dëshirë më të madhe të vinë të instalohen këtu me familjet e tyre, me bizneset e tyre. Sot ky qytet nuk ekziston në një formë tillë. Kush vjen në Tiranë nga mendje të hapura nuk e lavdron qytetin tonë, sepse s'ka arkitekturë, s'ka urbanizëm, nuk ka gjelbrim, nuk ka cilësi jete. Dhe nisoj kemi pa me kjo është sfida më e madhe e këtij kryebashkiaku. Nuk është sfida që të merret dhe të hyjë në një luftë pa sens me shoqërinë civile, me kundërshtarët politik, por disa projekte madhore që japin një tjetër frymarrje dhe e kalojnë Tiranën nga një qytet i rëndom lindor në një metropol, në një qendër me të vërtet ballkanike dhe të vlerësuar të nderuar në mbar Evropën. Duket se kjo tendenca për të marrë ca para apo për të bërë ca para nuk lidhet vetëm me bashkinë e kryeqytetit, ndër vite, por edhe sot ndoshta, po edhe me kabinetin qeveritar. Foreign Policy shkruan se në një shkrim të saj kur flitet për pasurinë e kryeministrit, flet për larje të parave të ministrave Beqaj dhe Bushati. Si vlerësoni rolin e kryeministrit Rama edhe në akuzat kur i bëhen brenda vendit ministrave që është pararoj dhe mburoj e tyre për çdo akuzë, por edhe kur akuzat vijnë nga jashtë, duket sikur bien në vesh të shurdhër. Tani unë nuk jam ekspert që të flasë për çështjen e korrupsionit, por një sër organizmash ndërkombëtare flasim për një korrupsion rritje të kësaj qeverie. Kemi këtë revistë prestigjioze, e cila flet
ishte një ndër artikujt më negativ që mund bëhen lidhje me kryeministrin e vendit dhe me qeverinë shqiptare. E lidhnin me totalitarizmin, me disa nga smundjet e partisë së punës të cilët ishin trashëguar tek Partia Socialiste. Flitej për forcën e këtij individi, të pa shembull në gjithë botën perëndimore, për të asociuar me eksponent të krimit organizuar dhe për t'i marrë këta njerëz dhe për t'i kaluar, si më thënë, në parlament. Flitin sa gjëra që realisht, personalisht nuk i besoj në faktin që krerët qeverisë, por edhe ky si kryeministër ishin të përfshirë në pastrimin e parave dhe në trafikun e drogës. Realisht nuk e besoj, sepse do t'jetë një diçka e pa imagjinueshme për një vend europian. Kryeministri i një vendi, edhe për të dalë pozitiv përpara elektoratit dhe qytetarëve të tij tek e fundi, po edhe për reputacionin e vet në aspektin e politikës europiane. Nuk duhet të përgënjeshtronte një artikull tillë ose të ndiqte hapat ligjor që ndiqen në këto raste? Patjetër. Patjetër, vetëm se ka një diçka tani, vetëm se ka një diçka. Nuk është i vetmi burim. Ne kemi një rezolutë të Parlamentit Evropian nga data 22 më duket mars. Vetëm para një jave. Para një jave që flet për një korrupsion në rritje, në shëndetësi, në arsim edhe në drejtësi. Është një vërtet. Ne kemi një raport paraprak të OSBE-s që flet për rreth pasurinë e kryeministrit diku tek 200 milion eurot. Personalisht nuk arriti besoj, do të që këta njerëz gjatë tyre viteve kanë mbledhur pasuri të tilla, edhe nëse i kanë mbledhur vazhdojnë të rrinë në krye të shtetit. Sikurse flitet dhe te artikulli që më përmendëm më parë për pastrim parash nga Panamaja në Oqeanin Indian. Nuk dua të besoj. Megjithatë, mund të themi të tjetrën, që reputacioni i qeverisë shqiptare dhe njerëzve që përfaqësojnë është në nivelet më të ulta. Dhe kjo jep në argumenta në atë teorinë time që kam thënë që një periudhë gjatë ky vendi ynë është drejtuar përmes një leadershipi autoritar, represiv, korruptiv edhe kriminal. Dhe të gjitha këto të dhëna që pak a shumë i vinë, thash, unë personalisht nuk e besoj, duken pak të egzageruar, nuk mund besoj këta djemë që dalin nëpër televizor dhe na mbajnë ligjërata lidhje me nuk e di çfarë, të jenë të zhytur në këto përmasa, si për sa i përket krimit, drogës dhe pastrimit parave. Unë nuk e besoj diçka të tillë, sepse kjo do të ishte një diçka e pa imagjinueshme. Dhe qytetarët shqiptarë nuk e besojnë që njerëzit që ata kanë zgjedhur, njerëzit që ju japin votën, mund të kenë këtë lloj profili, një profil korruptiv dhe kriminal me këto përmasa. Diku tek artikullin që përmende flitet për faktin që këta jetojnë në një luks dhe qytetarët shqiptarë rreth 1,5 milion jetojnë diku me të ardhura rreth 5 euro dita. Që jetojnë luks është faktike. Se di, nuk i njoh nga afër, por që unë mund të flasë vetëm në ato elemente të dukshme. Nuk ja u njoh stilin e jetës. Jo, marrim shembullin më të thjeshtë. Ne apo dhe qytetarët mund të mendojnë me veten e tyre sa herë shohin një ministër në rrugë të pashoqëruar apo një ministër në transportin publik, sikurse ndodh në vende të tjera të Bashkimit Evropian, për të kuptuar nëse janë qytetarë të zakonshëm apo jo. Unë ndruaj se nuk janë. Nuk kam të dhëna lidhje me faktin, unë vetëm gjykoj me raportet ndërkombëtare, gjykoj me deklaratat e tyre, me mënyrën se si ata sillen, nëse do elementin represiv dhe autoritar, kjo është evidente. Nëse flasim për dimensionin korruptiv, është një diçka që pak a shumë të gjitha raportet ndërkombëtare flasin për Shqipërinë në një trend rritës për sa i përket elementit korruptiv. Nëse do elementin kriminal, atë që kemi thënë në mënyrë të vazhdueshme, që nuk mund gjesh dot një kryetar partie apo një kryeminist që me dorën e tij të ketë futur njerëz nga bota e krimit në parlament. Këto janë fakte. Unë bazë tyre mund të marrë dhe të gjykoj se si funksionon, nësa këto elemente të tjera, që mund të jenë të vërteta, i marrë me rezerve sepse nuk mund të jap dot konkluzione. Por këto mjaftojnë tipare dhe para për të kuptuar gjithsesi cili një. Për të arritur në një konkluzion se si funksionon. Në këtë situatë kemi një opozitë fort dhe të aftë që t'jap vendit një alternativë për të ardhmen, nëse dëgjojmë mënyrën se si kryeministri i vendit i drejtohet opozitës, se cilëson një qeveri
të keqe dhe një qeveri të vjetër të së djeshmes dhe jo një opozitë të sotmen. Pa program, pa lider, pa vizion, thot kryeministri për opozitën. Nëse, çështja e kryeministit vënda ka një konflikt të interesi. Mua më duket se pushteti tanishëm është një ndër qeverit më dobta që ka pasur ky lloj vendi në historinë e tij. E mbyllëm me qeverinë. Opozita është nga opozitat më dobta. Po opozita është nga opozitat më dobta që ka pasur ky vend. Do t'jap përgjigje, Vetëm më le pak lidhje me në qoftë që të bëjmë dallime tani sa ai. Dakor, mjaftueshëm kohë gjua me mazhorancën prandaj. Po i kthehem opozitës. Ose po i kthehem më mirë ajo që më pëlqen të diskutojnë lidhje me opozitarizmin. A ka opozitarizmi sot në Shqipëri një platformë, vizion, ide, por dhe lidera dhe ekipe për të ndryshuar historinë e këtij vendi? Angjall frym, mund ta themi në çdo formë. Të bëj një dallim midis opozitës zyrtare dhe opozitarizmit në Shqipëri. Ka një opozit, dhe pastaj ku qëndrojmë përballë njëra tjetrës. Ka një opozit të gjerë qytetare, me njerëz të përgatitur në këto 25 vjet brenda dhe jashtë vendit. Ajo është gjithmonë kundrejt çdo qeverie, çdo mazhorance, gjithmonë farkëtohet një opozitë e gjerë kësaj natyre, apo jo? Derisa ekziston, derisa ne nuk jemi për kriminalizimin e institucioneve publike, nuk jemi për diçka të tillë, derisa ne jemi për shtresën e ulët dhe të mesme, derisa ne jemi për zhvillimin e arsimit dhe shëndetësisë, derisa ne jemi për një luftë të madhe drejt korrupsionit, ekzistojnë të gjitha mundësitë që kjo frymë opozitare, që e gjen veten përfaqësuar tek opozita zyrtare, apo jo, ekziston në vend dhe ky opozitarizëm mund t'i japi nesër vendit një alternativë. Unë nuk gjykoj dot si gjykojnë si më thënë, në televizionet tona bardhëzi, ose në qoftë se nuk e ka bërë mirë punën në opozita, të shohim diku të opozita zyrtare. Më kuptohet që shikoj zhvillimin e vendit në një prizëm më të gjerë. Unë jam ata njerëz që e bëj një analizë se çka ka ndodhur në 25 vjet, se ku jemi mas 25 vjetësh dhe se ku duhet drejtohemi në këto 25 vjetët e ardhshme. Dhe unë jam pjesë e opozitarizmit, pavarësisht se nuk jam pjesë e opozitës zyrtare. Dhe unë arrit të besoj që ne opozitarizmi, pjesa e madhe e opozitarëve të këtij vendi, në opozit me çka ka ndodhur këto 25 vjet, mund t'i japin vendit një drejtim të ri. Nuk bëni pjesë as tek ajo shtresa gri që është indiferente, nuk voton. Jo, nuk jam indiferent. Unë s'kam qenë kurrë time që nga 90-a... Sepse po të mendosh sa është shtresa e ashtu quajtur gri në Shqipëri është... Nuk hyn në kategorinë atë kategori. Unë hyn në kategorinë asaj që kam 25 vjet që e ndjek politikën shqiptare ditë mas dite. Dhe në këto 25 vjet ka qenë një periudhë e madhe formimi për të arritur të kuptuar se ku jemi dhe ku duhet të shkojmë. Kështu që nisëm kjo pikpamje nuk ka të bëjë. Dhe kur kryeministri përmend faktin që opozitarizmi shqiptar sot nuk ka një vizion, nuk ka një lider, nuk ka një ekip, mund t'i them se i ka të gjitha. I ka të gjitha sepse ka një kaos shumë fuqishme të një shoqërie demokratike që nuk ekziston për zgjedhjet lira të ndershme, për një ringritje të fuqishme ekonomike, përmes taksave të ulta dhe përmes gjenerimit të potencialeve të mëdha humane dhe sipërmarrëse brenda shtresës së mesme, brenda njerëzve të kultivuar dhe intelektualëve të vendit. Sikurse ka një vizion shumë fuqishëm për të goditur krimin organizuar, por dhe krimin politik. Këto janë vizione shumë të rëndësishme dhe e çojnë Shqipërinë drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Sikurse ka dhe njerëz përgatitur me kurajë dhe të vendosur për të bërë këtë transformim të mundshëm si brenda vendit edhe jashtë vendit. Mos gëzohet kryeministri i këtij vendi se në një moment caktuar mund të ketë një opozitë të dobët, sepse ka një opozitarizëm të fortë të shqiptarëve brenda vendit, të ata që thash lidhe me bizneset, në lidhe me elitën intelektuale, por dhe shumë shqiptar anë mban kësaj bote që kanë ikur prej varfërisë të vendit, por që me zemrën me shpirt janë këtu dhe në një moment caktuar mund të kthehen jo për të krijuar një ekip, jo ekip siç ishte artikulli që përmende, jo me njerëz që merren në pastrimin e parave,
po që ndërtojnë një Shqipëri të fuqishme dhe dinjitoze, me njerëz të ndershëm që hyjnë politikës jo për të sunduar, po për të ndërtuar një demokraci dhe një ekonomi eficiente. Kështu që nga kjo pikpamje e ka një gabim madh nëse merret vetëm me një opozitë caktuar dhe mund ta mbajë nën kontroll. Ky lloj vendi ka pasur, ka dhe do ketë njerëz që mund ta çojnë në atë drejtim që është nisur para 25 vjetësh. Ndoshta ka deviacione, por vendi mund të jetë në 2003-shin ka qenë Fatos Nano që bënte shaka me opozitën, duke menduar se ishte një opozitë e dobët. Mas 2 vjetësh humbi pushtetin dhe u largua përfundimisht. Çështja e delireve në krye të pushtetit dhe arrogancës në përdorimin e pushtetit nuk është një argument. Sot vendi qeveriset keq, shumë keq, në të gjitha raportet ndërkombëtare, Shqipëria është në një vend jo dinjitos. Qytetarët shqiptar vetë tregojnë të ditë mas dite me idenë për të ikur dhe për të lënë vendin. Kështu që opozitarizëm ka, njerëz përgatitur ka, mund të asigurojmë kryeministrin e vendit që kryeministri i arshëm i vendit nuk do të jetë njeri me 4 klasë shkollë të lartë, por do të jetë njeri me studime të plota, sepse janë qindra mijë shqiptar brenda vendit që sot janë nivel master dhe doktoral. Mbetet për të parë, profesor. Si mbetet? Jo mbetet, por është një realitet. Nuk e siguroni dot ju, se thoni mbetet ta siguroj. Nuk e siguroni dot ju, mbetet për të parë. Ta sigurojmë se ky është kryeministri në 25 vjet, në 25 vite me formimin më të pakët. Ky është një realitet. Dakor, më siguroni diçka atëherë, meqense duhet hyj pak tek fusha juaj. Ju folët për opozitarizmin. Unë duhet ndalem pak tek opozita zyrtare. Jeni pedagog i leadershipit, njihni mirë liderin, qytetarët e vërejnë dhe pathosin tuaj, në momentin që flisni për diçka të tillë. Kur flitet për vendin, njeriu duhet të ketë ka emocionalitetin e vet dhe ka përkushtimin dhe energjinë. Ç'mund të më thoni për diskursin e kreut të opozitës, zotit Basha, në këtë kontekst, në këtë aspekt? Kreu i opozitës është një njeri me formim perëndimor, por që për të bërë lider është një rrugë disi më e gjatë, që kalon nga kurajo, kalon nga bindja dhe nga besimi i tij për Shqipërinë që ka në kokë. Pra po flasim për gjërat që i mungojnë zotit Basha? Po patjetër. Po patjetër. Që të kuptohemi. Patjetër që zotit Basha i mungon diçka, i mungon një lloj vendosmërie, dëshira për të luftuar për kauzat që beson brenda partisë së tij dhe më pas në hapësirën publike. Nuk është e mjaftueshme vetëm oratoria, por është shumë e rëndësishme të ndjesh, të kesh një pasion dhe energji të madhe për ato që realisht beson. Kuptohet që opozita shqiptare ka bërë disa hapa. Megjithatë, rruga është e gjatë. Që të arrini moment caktuar të jetë përfaqësuesi i opozitarizmit të gjerë të shoqërisë shqiptare, duhet të dali në një tjetër nivel. Duhet dali në një tjetër nivel dhe të fillojë të pastrojë partinë e tij nga të korruptuarit, nga njerëzit që mund të kenë tendenca autoritare dhe në një moment caktuar të vi me një program të rëndësishëm dhe t'i frymëzojë njerëzit në rrugën drejt ardhmes. Mas 25 vjetësh qytetarët shqiptar kërkojnë një shoqëri ndryshe. Ajo që ka qenë dhe 25 vjet, mënyra se si është ndërtuar nuk funksionon më. Shqiptarët nuk ndahen më sot nga e majta nga e djathta, por shqiptarët ndahen sot nga një kast, nga një nomenklatur post-komuniste dhe tranzicionit dhe nga një masë e madhe qytetarësh të majtë të gjallë, të cilat nuk kanë të njëjtat mundësi për sukses, nuk kanë të njëjtat mundësi për punë, për karrierë dhe për zhvillim. Dhe kjo është një ndër sfidat më të mëdha. Dhe besoj se ne patjetër na duhet një leadership i ri, një forcë e re, që nuk lidhet me një parti politike, por një rrymë e fuqishme që buron nga shpirti i çdo shqiptari. Pra ata duhet grupohen në një parti politike, edhe një lider duhet të jetë ose disa që ti drejtojnë këta njerëz. Në një moment caktuar patjetër që këta njerëz mund të grupohen dhe do gjejnë liderin e tyre. Por ajo që është më rëndësishme është kjo frakturë e re, që ka të bëjë me një kastë të vogël që shpërndan privilegjet vetëm në një grup të vogël, që ka kapur politikën, ka kapur mass median, ka kapur bizneset dhe gjithçka tjetër, dhe një masë e gjerë e qytetarëve shqiptar. Në artikullin më parë më përmendë për 1,5 milion shqiptarë që jetojnë diku te 5 euro. Çfarë do thotë kjo?
që janë të përjashtuar nga pasuria kombëtare dhe nga mundësia për të bërë një karrierë në të lloj vendi. Do t'i rikthejmë. Tu është tani sfida që më pyetën për Lulzim Bashën dhe për çdo njeri tjetër që do të përvajsojë denjësisht këtë opozitarizëm të madh, që kërkon nga shpirti, kërkon një tjetër rrugë, kërkon një tjetër mundësi e raporteve midis pasurisë dhe njerëzve që punojnë të lloj vendi. E qartë. Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn bërin mërkurën në Tiranë për të verifikuar ndër të tjera se janë plotësuar 5 prioritetet që të përmbush Shqipëria për integrimin në Bashkimin Evropian. Ajo që është edhe më e rëndësishme, reforma në drejtësi, qartazi deri në momentin që flasim, është e paplotësuar. Pyetja është e drejtë për drejtë, i intereson realisht klasës politike integrimi i vendit në Bashkimin Evropian? Në qoftë se integrimi i vendit dhe realisht integrimi i vendit do të thotë që një pjesë e mirë e këtyre njerëzve që kanë qeverisur vendin do kalojnë nga prokuroria speciale antikorrupsion dhe nga gjykata e vendit. Integrimi do të thotë plotësoni standardet. Patjetër, integrimi i vendit në gjithë vendet e Bashkimit bllokut lindor ka qenë pikërisht përmes drejtësisë, përmes luftës ndaj korrupsionit politik. Kuptohet që disa njerëz që janë të lidhur me pushtetin për një periudhë gjatë kohe dhe dinë sa që realisht kanë bërë, kuptohet që i friksohen dhe këta do t'jenë një frenë, si me thënë, në rrugën drejt Europës. Nëse citoj ambasadorin Lu, Al Capone të keni fjallën? Kam idenë që ambasadori, disa nga politikanët tanë do ndjenë të ofenduar nga i çështje të tillë, jo për faktin se krahasohen me Al Caponen edhe, por sepse Al Capone ishte një peshk i vogël. Al Capone ishte një kriminal ordiner. Ndërsa këtu kemi të bëjmë aq ordiner, por që krim ordiner që i lidhur me politikën sigurisht. Po këta janë vetë këta janë krimi politik, këta janë nivel shumë i lartë. Do nuk flasim për këta bëjnë ligjet sipas qefit, këta marrin dhe e vërtisin shoqërinë sipas dëshirës tyre, këta vendor, Al Capone bënte biznes të palishëm, po këta janë nivel i lartë, ta vendorin buxhetin e shtetit. Ta nuk merren me gjëra të vogla. Këta vendor, si më thënë, Al Capone nuk arriti kurrë të vej dorë mbi buxhetin e Amerikës. Al Capone nuk arriti, kështu që është fyese për disa nga ata mafiozët tanë të mëdhenj politikës ti krahasosh me Al Capone. Po edhe ky cinizëm juaj. Po pse ato në qoftë se e merr artikullin, ajo flet është fyese për dikë ti thuash Al Capone sepse është më keq se Al Capone. Është cinizëm. Po Al Capone ishte në një nivel shumë të ulët. Ruaj dhe gjuhej nga strukturat, nëse këta nuk gjuhen nga askush. Këta janë mbi gjithçka. Më vjen keq alem. Këta janë, më thuaj tani, në qoftë se flitet për ata që kanë qeverisë ose qeverisin vendin nivelet më të larta. Flitet për pastrim parash, apo jo? Flitet për vënie dorë në pasuritë publike dhe në buxhet. Të paprekshëm, pakapshëm i konsideroj. Al Capone ishte niveli i ulët, u them. Ishte niveli ordiner, sa këtu flasim për njerëz që kanë të gjitha pushtetet. Pushteti politik, ekonomik, mediatik, çfarë do më, nuk ka, këta janë perëndi. I kanë dhe në opozitën dhe në mazhorancë. Nuk e di tani se si funksionojnë tani me njëri tjetrin. Si ka mundësi atë? Por di këtë tjetrën që një pjesë e vogël e njerëzve marrin dhe kanë gjithçka në këtë vendi, pushtet politik, pushtet ekonomik, mediatik dhe të gjitha pushtetet, këta e vazhdojnë dhe e vërtisin biznesin dhe të gjithë mundësitë dhe privilegjet midis tyre dhe familjarëve tyre dhe kemi një shoqëri të gjerë shqiptare që nuk e gjen dot rrugën e suksesit. Dhe nëse ka një sfidë dhe do të jetë për vitet që vijnë, është pikërisht kjo. Një shoqëri shqiptare që në një moment caktuar do gjej rrugën e zhvillimit dhe do marrë vendin mbrapsht. Është një sfidë e madhe për çdo shqiptar që të marrë vendin mbrapsht, sepse është vendi i tyre dhe mos ja lënë këtë një dorë njerëzish që kanë kapur gjithçka. Kush do ta marrë vendin mbrapsht? Mediat hollandeze shkruajnë që në Holland shqiptarët janë azilkërkuesit e parë në 2 muajt e parë të 2016-s, ndërkohë Eurostati flet për rritjet e migracionit nga 12.000 në 2014 në 66.000 në 2015. E kjo është një plagë e shoqërisë shqiptare. Kjo është një plagë e shoqërisë shqiptare në fakti që njerëzit më kurajos, njerëzit që duan të bëjnë diçka më ambicioze, ikin në mënyrë të vazhdueshme për rreth 25 vjetësh. Ndoshta ai zgjidhje mirë që nuk e di se prapë jemi në dorën e kësaj kaste politike, e kësaj nomenklature, t'ju japi zë dhe votë shqiptarëve anë mban botës. Qytetarëve shqiptar që dhe ata të jenë pjesë e këtij transformimi të madh. Nuk ka ndodhur dhe jemi ndër vendet e pakta në hapësirën tonë që nuk ju japim të drejtë vote, nuk ju japim të drejtën politike shqiptarëve të diasporës.
ata që kanë ikur gjatë tyre 25 vjetëve. Ata janë njerëz që kanë ikur për një njeri që jeton prej 25 vitesh në emigrim, sa e vlefshme është vota e tij në Shqipëri. Shumë e vlefshme. Ku e di një individ i tillë se si shkojnë punët? Se cilat janë problemet e përditshme? Ja ta them unë Alen. Unë kam jetuar rreth 18 vjet jashtë, në këto 26 vite, 25-26 vite. Dhe nuk ka ditë që një shqiptar që jeton jashtë mos marri që për gjysmë ore të kaloj të gjitha mediat. Të gjitha mediat dhe gjithçka. Pse nga informohen? Është rrethi që ju shoqëron juve atje profesor se keni qenë për studime, por jo të gjithë. Nga informohen njerëzit. Jo. Ka ca njerëz që jetojnë anë mban botës, por shpirtin e kanë në Shqipëri. Ka njerëz, po ta them unë dhe shumë njerëz tjerë. Vota e tyre mund të kthehet ndërshkuese në një moment caktuar. Vota e tyre, sepse nëse flasim për një pushtet, nëse flasim për një pushtet, sikurse janë akuzat që edhe median e manipulon hera herës, ku do t'i referohen këta qytetarë jashtë vendit? Mund të bien për propagandës? Jo, ta them pse. Sepse në çështjen e medias, nuk është se në median shqiptare nuk dalin të dhënat. Por media shqiptare që të arrish në një moment të krijosh një krizë politike, duhet që mos e ndash informacionin për rreth 30-60 ditë. Media shqiptare jep të dhënën dhe pastaj fshihet dhe nuk e diskuton më. Të themi në rastin e Çezit apo jo, u dha 4-5 ditë ishte lajm. Nëse shkonte 60 ditë e gjitha media dhe i binte mbrapa çështës së Çezit, në një moment caktuar do gjente se kush ishin fajtorët. Ai shqiptari që është në Europë, kudo tjetër, e ka marrë vesh çështën e Çezit, e ka marrë vesh shumë çështje tjera. Arrin në një moment caktuar të bëj krahasimin midis asaj çfarë sheh në vendin e tij dhe atë se çfarë sheh në një vend tjetër. Dhe është një shqiptar i formuar, me mendje të hapur. Arrit kuptoi në një moment caktuar se pse shoqëria në cilën jeton ka evoluar, ka ecur dhe zhvillohet dhe shoqëria në cilën ka lënë pas, shoqëria e shpirtit të tij, e zemrës së tij, Shqipëria ecën mbrapa. Kështu që në një moment caktuar ky shqiptar do bëj krahasimin, sigurisht e bëjmë të gjithë. Dhe pjesa më e madhe e shqiptarëve që kemi takuar jashtë nuk e duan këtë Shqipëri siç është, e duan ndryshe, sepse ata duan dhe të krenohen me Shqipërinë e tyre. Atyre i ka humbur pasionin. Në vitet 90 ne i shihnim si perëndi liderat tanë ata që na dilnin. Por duke arritur në një moment caktuar dhe duke pasur mundësinë e krahasimit, e shikon se çfarë liliputësh ke lënë vendin tënd dhe kush janë ata gigantë që qeverisin realisht. Të gjithë udhim se këtë vend është e vërtetë. Po patjetër. 45% janë të rinj nga ata që kanë humbur shpresën dhe që janë përballur sot me dyert e Europës. Rinia shqiptare sot goditet nga një arsim jo cilësor. Duhet një reformë e madhe në arsimin tonë. Rinia shqiptare goditet sepse që të kesh një karrierë në vendin tënd duhet të shpërfytyrohesh, duhet të hysh në parti politike dhe partia politike të përdorin në një moment caktuar me gjithë farë skemash që janë një sulm drejt zgjedhjeve të lira të ndershme, drejt korrupsionit dhe elemente të tjera. Rinia shqiptare nuk e sheh mundësinë e një karriere dhe ndërtimit dhe një biznesi që mund të ndërtojë nesër familjen. Shënjisa e papamje, një ndër dy të rinj ishin ato 66.000 apo jo. Kishin lënë vendin. Në sondazhe të tjera kemi diku te 60% me tendencën për të lënë vendin. Një rini dhe nëse një vend boshatiset nga rinia, ky është fundi i një vendi. Sepse nëse ngelen këtu vetëm pleq, edhe njerëz që nuk arrin të punojnë dhe të krijojnë dhe të shtojnë pasurinë kombëtare, Shqipëria nuk shikohet si një vend që do ketë zhvillim. Prandaj është prioritare e çdo qeverie që të ndërhyjë fuqishëm dhe t'ju japi të rinjve, t'ju japi një shpresë. Në 90-ën njerëzit iknin, po kishin shpresën se vendi do bëhet, ndërsa sot njerëzit ikin me idenë asaj që ky vend nuk bëhet më. Dhe pse nuk bëhet? Sepse para 25 vjetësh të paktën nuk kishim krimin e organizuar. Para 25 vjetësh menduam se mbyllëm një kapitull me politikën represive dhe diktatoriale. Por mbas 25 vjetësh, ku shikon që bie në diktaturën e politikës dhe diktaturën e krimit organizuar, atëherë gjërat janë të pashpresa. Dhe kjo është sfida e madhe që nuk e zgjidh një lider, nuk e zgjidh një njeri, po ata qindra e mi qytetarë shqiptarë që e duan Shqipërinë dhe e ndërrojnë disi më ndryshe, por me shpirtit dhe votës tyre, për me zërit dhe mobilizimit,
mund t'i japin vendit një mazhoritet të ri. Duhet ta mendojnë çdo ditë deri në zgjedhjet e ardhshme elektorale. Një mazhoritet i ri që me ndershmëri do kapi politikën dhe me një forcë të madhe do godasi krimin e organizuar, monopolet si në biznes edhe në politikë. Dhe kjo është ajo kthesa e madhe që ky vend realisht ka nevojë sot dhe t'i bashkohet kombeve të përparuara të Europës. Këtë do ta japi dhe është obligim i çdo qytetari shqiptar të bëhet bashkë për këtë transformim të madh mbas 25 vjetësh që jemi për pragun e një dështimi. Dhe mbas 25 vjetësh ne duhet hapim një faqe të re në historinë e vendit tonë. Kemi edhe 3 minuta kohë. Ju mjaftojmë për të bërë një rezume për debatin e fundit në lidhje me pronat apo do ta zhvendosim për ditën e njëjtë këtë diskutim? Për pronat do të flasim për ditë. Dhe me që na jepet mundësia 3 minuta janë 3 minuta të ardha. 3 minuta, një mesazh duke nisur që nga deklaratat e ministrit mbi çështjen e pronave. Me që nuk kemi shumë kohë, unë do jap vetëm një mesazh. Okej, një mesazh atëherë do ta trajtojmë gjithsesi ditën e njëjtë. Një mesazh për pronarët shqiptar. Diku njëra nga ato vajzat që drejtojnë agjencinë, nuk e di se është një agjenci e trajtimit pronës, tha që janë rreth 26.000 dosje. 26.000 dosje, me fjalë tjera, sigur nga 10 përfitues të kemi në çdo dosje, janë rreth 260.000 qytetarë. Unë mendoj se janë shumë më shumë. Ju 260.000 qytetarë të vendit tonë, të cilët nuk jeni efektuar nga marrja abuzive e pronës, ka mundësi të madhe të jeni pjesë e shëndetshme dhe mund të jepni zë një partije të re politike. Një partije që do zgjidhi jo vetëm çështjen e pronës, por mund të japi një kthes të madhe dhe rreth jush, njerëz të ndershëm dhe me parimet i vendi mund të konturohet një mazhoritet i ri. Nuk zgjidhet çështja e pronës duke votuar, po të njëjtët njerëz që e kanë çuar vendin aty ku e kanë çuar. Dhe ju vetë duhet merrni fatet e vendit. Ka mundësi që në zgjedhjet e ardhshme të jeni 15-20% dhe të jeni një faktor bazik në krijimin e një qeverie të re. Këtë nuk do ta bëni për pronat tuaja, por për të ardhmen e Shqipërisë dhe për hedhjen e një bazamenti ndershmërie dhe konsolidimin e një karakteri të fuqishëm të shqiptarit bashkohor. Nuk ja keni borxh vetëm pronave të paraardhësve, por ja keni borxh dhe Shqipërisë të ardhmes. Vetëm këtë deklaratë nuk e prisja, profesor, por si do zgjidhet? Do zgjidhet pronarët e vërtet të ligjshëm me partinë vete, të pakënaqurit në të gjitha fushat, secili me partitë vete? Çështja e pronës është një çështje bazike. Gjithë njerëzit në të lloj bote punojnë për të bërë karrierë dhe për të vënë një pronë më njan, apo jo? Sigurisht. Për ditë vështira. Dhe nuk mundet të tallet asnjë lloj qeverie dhe t'ju japi atyre 100 apo 100 e vlerës pronës. Është njësoj sikur dikush na vit në sot dhe të na thotë, shtëpia jote bën 50.000 euro dhe unë do t'jap 5.000 euro. Është të tallesh me jetën. Dhe ju e shikoni zgjidhjen me mesazhin që dha të pagun parë. Unë e shoh zgjidhjen ashtu siç ka ndodhur në të gjithë lëvizjet për të drejta politike dhe ekonomike të kësaj bote, duke marrë përsipër ndërtimin e lëvizjeve të fuqishme, që krijon një rezistencë të madhe dhe mos lën një ministër apo një tjetër që vjen aty për gallat, vjen të tallet me pronat e njerëzve, aty është djers, është pasuria e shqiptarëve dhe kërkush nuk mund të tallet. Në qoftë se do të hynim dhe pak ka këto ditë një diskutim diku anë nga Zakorçani në Pogradec. Në Pogradec, po. Dhe e njoh mirë atë zonë. 200 hektar tokë ka. 200 hektar, nga të cilat 50 hektar janë hektar të familjes time, të stërgjyshës time aty. Të katra gjyshit e gjyshës time. A jeni gatshëm të jeni dhe ju në politikë? Nuk është çështja, unë... Jo, thirrje që bëhet pak më parë për gjithë pronarët të gruponi një parti politike, i bie që edhe ju jeni këtij mendimi. Unë jam pjesë e politikës të paktën në mënyrë të vetëdijshme për rreth 25 vitesh. Kam studiuar sa kërkush tjetër në këtë lloj vendi në formsimin e politikës, politikë aktive po flas. Në lidhje me politikën. Unë vi këtu dhe bëj politikë, por nuk ka lidhje me një parti politike. Pikërisht. Unë vi këtu për një qeverisje më të mirë, se politika një në definicionet e ka për një qeverisje të mirë në dobi të qytetarit. Dhe ne vim këtu pikërisht për të ushtruar një presion rritje për një qeverisje të mirë, për një vend demokratik dhe për mundësi reale të barabarta për çdo qytetar shqiptar.
Ky lloj vendi, kështu si tregon sot, është vendi që punon i gjithi për një kast njerëzish, që janë disa mira, dhe miliona të tjerë nuk e kuptojmë se dështojnë. Dështojnë se janë qeverisur keq, dështojnë se politika ju ka bërë lojën, dhe është mirë që të vetë disohen. Kalojnë ndarjet e majtë e djathtë është një lojë. Qa është më rëndësishme, është ky grup i madh qytetarë shqiptarë që luftojnë me jetën për fëmijët e tyre, për gjithçka tjetër, dhe një kast që i ka të gjitha përfitimet dhe ka kapur gjithçka dhe çdo burim e çdo pasuri të vendit. Vjen keq që duhet ta mbyll këtu. Falenderoj. Edhe unë falenderoj. Faleminderit dhe juve të nderuar miq, me doktor Erion Bicirin, isha sigurisht se çdo të hënë dhe të enjte, profesorin pedagog të leadershipit. Përfunduam këto bashkë, do të rishihemi nesër në orën 20 deri atëherë mirupafshim.